Përshëndetje miq, shikoni çfarë bukurie kam pas krave të mi. Ne sot kemi ardhur në fshatin Fajs, të Bashkisë Has. Do donim që të gjenim këtu një bujtin, ja në këtë bukuri ku unë ndodhe. Po ju nuk e dini se ne kemi ardhur për rrugë, se fshati s'ka rrugë. 35 vite, zero asfalt, zero çaku. Ka dalë gurët, nuk e di të Italisë, të kohës diktaturës, po rruga është beter. Tani, nga njëra anë kemi bukurinë natyrore. Nga ana tjetër kemi harresën totale të shtetit. Dhe më e keqja është se fshati është kurrur aq shumë sa nga 2000 banor, nuk e dim, a kanë mbet 100, 150, 200 banor. Po këtë do na thon banorët e fshatit se ata e vuajnë. E kam thënë dhe në emisione tjera. Ne në emisionin Fol vim një ditë, një moment. Shohim rrugën, vuajmë për të ardhur edhe për të shkuar në një fshat, po aq. Po banorët si ja bëjnë? Si ja bëjnë ata për të marrë furnizime? Si ja bëjnë ata për të vajtur në shkollë? Si ja bëjnë ata për të furnizuar me ujë të pishëm apo me ujë vaditës? Për këto dhe për tjera probleme kemi ardhur në fshat. Dhe kemi ardhur të dëgjojmë të vërtetat direkt nga goja e banorëve. Ne kemi thënë, ne nuk flasim politikisht, flasim për me zërit banorëve. 35 vite banorët janë më të harruarit dhe fshatrat ndaj dhe po shpopullohen. Këta janë banorët që ka mundur të gjejnë në fshatin Fajs, por nuk është vetëm fshati Fajs i preket nga kjo rrugë, janë dhe disa fshatra tjerë. Banor, faleminderit. Faleminderit që jeni me mua sot. Faleminderit. Faleminderit nga ju. Faleminderit bab. Që keni ardhur me na po. Si të quaj? Ramiz Mazreku. Sa vjeç je Ramiz? 84. Edhe 100 Ramiz. Bash, i fort? Pa i fort. Mashallah. Ramiz, tani, rruga ishte keq. Po. Kishin dalë ato gurët. Edhe po të ecje me pak shpejtësi edhe pak pa vëmendje mund mbetesh edhe në rrugë, çaje së do kartë. Kështu ka qenë gjithmonë kjo rrugë, apo është prish të kote fundit? Kjo rrugë është shtrume që kur ka fillu mu shpillzu ky vend, se ky vend ka qenë mal komplet, pyll, i dendur. Dhe që ka fillu nga Vasposi, a ka fillu Vaspoj dhe ka dalë deri në Majt Bjesht. Kështu që kjo rruga bëhet herë për ta shfrytzu drunin, për sharra. Për sharra. Po. Dhe pas kësaj kohe e mrapa, nuk ka marrë kush asnjë mundim me bë diçka për këtë rrugë. Pra kur është bërë rruga po thua? 65-ën. Po si ja bënte fshati para 65-s? Nuk ka qenë fshat këtu. S'ka pas? Ja. Pra fshati është i vendosur? Jo, fshati këtu si ishte, po vetëm kanë qenë ato të sharrës, sektor të fsharë, sektor fsharë. Në marrë sharra, po sektor. Është populluar 77 në gazetar. E kuptoj, pra këtu janë gjithë banorët e larguar për shkak të përmbytjes. Përmbytjes të lumë. Po, shumë e vërtetë. Po ju jeni tamam si atje ke sektori Nia, ku i bie afër Porto Romanos. Se lumt. kam bëu unë emision atje. Atje që çun ato mbetit kimike. Dhe ata kështu thoshin, jemi larguar nga liçeni Fierzës. Gjithë tokat gjithë janë përmit me ka aty ku janë Tirana, çish i thon Kasall. Qaf zota, Sektori ka Nia. marrë tokë. Po pra ndërmarrje bujësore, qartë. Fshati realizmit socialist ka qenë ky, se e ka Pra përmit. thjesht keni larguar atje keni ardhur. 77 është populluar. E kuptoj, pra nga kjo zonë, jo shumë larg. Po. Tu ka qenë tokë. Ky ka pas tokën gjysh i tij. Se tokë janë gjysh me tapiti. Pra ju erdhët ke toka tuaja, nuk është se shkut toka gjithë. Ato, rregull. Ne jena venali këto, ato se kanë qenë përmit në po të fshasi familjes këto. E kuptoj. Edhe bab? Dhe që atëherë është bërë kjo rrugë duke shfrytzu dronin, lisin, dronin e sharra. Aty mas nuk ka vë kush dorën ta. Dhe ata gurë që ki pati të rruga, i ka venos sharra të ndoj atëherë sepse ju deshin të ndoja, se u deshin me kalu skodat me drunë. Edhe ne që atëherë, masi ka marru kjo,
u bo liçeni më vonë, liçeni i Fjezës, dhe shteti i atëhershëm mendoi mi pru të gjithë përmbytjet këto. Dhe këtu ka qenë një masë e madhe njerëzish, që nga Vaspasi, e deri në Kolesjan të Kuksit. E kuptoj. Kolesjan të Kuksit. Që erdhën dhe jetonin këtu. Edhe jetonin bashkë në Ka këtë. më nga ato familje të përmbytura? Apo ka nikur? Ka nikur se doli një frashtosh në kasall. Janë Ka, qatë zote, janë... Po pra, i larguan nga këtu, a këtu erdhën provizorisht. Jo, këtu erdhe kanë dhe shumë kohë këtu. Vonë janë Kena larguar. këtu familjet përmbytura nga Kanë ne Nisë. disa vite këtu. Disa vite, e di. Po. Pastaj nxori kryeministri Berisha, mos gaboj, nxori një ligj që i vendosi atje. Po, Në zonën e Durrësit. është shumë e vërtet. E kuptoj. Edhe u dha tokë, atje u dha ashtu, atë i interesoi këtë diçka e tillë dhe u shpërbon këtu. E kuptoj. Tash këtu kanë met një sasi e vogël. Jo shumë e vogël, po e vogël. Sa Nga- banor ka fshati aktualisht? Sa mund ketë? I keni numru? Apo? Vallai këtu banor ka, janë, ha? Janë prit. Sa familje mësë? Ne shkolla i kena të Familja në 50 familje. jo, ma shumë. Ha? Vetëm këtu në qendër. Ma shumë, ma shumë janë se 30 familje. Jo 50 janë. Je 50 janë që tonë, E kuptoj. pa, Po me gjithë fshatrat e tjerë që a, gjithë në rrugë? gjithë shatët e tjera tjetër më. Janë 200-300 familje. Edhe do që ky është për i dalgjë, që to është që to kodra, është veti, a kuptan E ti? kuptoj. Se folli janë deri poshtë, jo se folli që është atje të asfalti, po janë shtëpia deri këtu, gjithën me këta, janë Por shtëpi. ishte një fshat tjetër diku andej, paralel me këtë. Me këtë rrugë lidhet ai apo ka rrugë tjetër? Edhe ai lidhet bregu i Kromës, gjo, bregu i Kromës, Liçeni ku që ti lidhat? bregu i Kromës. Liçeni ku shon drejt Liçeni ku që ka direkt rrugën deri në liçen kuq. Po, është e lidhur me këtë rrugë. Pra gjithë Atëherë, kalojnë nga kjo. fshatrat Kanë të rreth, njëjtin problem me ju, ndoshta edhe më të madh se është Jo. rrugë më gjatë. ne që na bashkohen edhe tjerë, janë bregu i Kromës që mundet më ardhë tu, edhe banoga disa që janë të në breget të ti proni që peshe. Pra me pak fjalë janë shumë banor, nuk është se janë 5 Janë shumë banorë dhe banor. ju kanë lënë për rrugë. Janë shumë banor, po ti mbledhin tanë banorët janë shumë banor. E kuptoj. 300 familje. Kështu që s'ka marrë kush asnjë mos për këtë rrugë. Kemi qenë qëto me detyra me sa nëse kërë plake shadush, kemi bë disa kërkesa, nuk na ka prun kush asnjë ndihmë. Kujt ja keni shkruar këto vetëm janë kërkesa që ti bëjnë qarta? Kujt me emra? Filani, Fistegu. Do kanë s'kanë gjinushi, do kanë në djog, do kanë Po, kanë fal. politikanta kanë bën. Tu ku kanë ardhur me na të thamun. Po, Të thamun. Kush ka qenë? që kemi sa më transparent. Gjithë kush ka pasur, tash ti them s'fut politik, po s'është politik. Jo, emrat e titullarëve që kanë ardhur do t'i thini. Titullarët janë këta. Se është transparent ajo. Këtu kanë ardhur të Partisë Socialiste, Po? të fillu të Mini Kordelje, ku diun kush janë konto. Ka qenë Dirama vetë. Edi Rama, Edi Para Rama. viteve Kartë e Dirama në qëqas. ka qenë diku rreth I ka fotografit. Çfarë të ka premtuar e Dirama? Ka premtuar rrugë, ujë, që ishim shumë problem, e drita, kena pas shumë problem, ujë, drita, që të që i lypshim nëse nuk lypshim shumë gjana luksoze. E ne ka premtu të në morë e s'ka ardhur kur një. Ne ku të ndryshojmë realitetin e fshatit tonë në mënyrë që ndryshojmë dhe realitetin e tryezës familjare në çdo qytet, vetëm duke pasur një fshat sigurt dhe të garantuar nga mbështetja e vazhdueshme e një shteti që nuk mund t'i mohojë qytetarët e vetë që jetojnë në fshat. Nuk mund t'i fshi nga horizonti i vëmendjes dhe nga lista e gjallë. As drita s'keni? As ujë s'keni? Jo, qep, një minutë, a ka mos i pak, a ka mos i pak. Po. Ne në premtu ujt, ne kena pas qysht hershmin, qysh moti, Po, dhe ujt ujësjelësin nga e kohës Kroma, e nderit. ku ne vjen tash e mas, që të kohë që jemi ne, Po. ne vjen me pikatore, ujt nga Kroma.
edhe po aja linja është sot, po aja linja është sot, që ta bëjmë qartë, po aja linja është sot. Edhe në e premtu një ujë tjetër më në po prapë nga kënuma, por një linje tjetër. E linja është e bame, e vume, dhe ujë nuk ka në ta. 1.200.000 euro apo në fundi. Asë një pik ujë s'ka arë. Po nga dilin këtë përfundim, apo ai ishte atëherë? Nuk të dëgjon. Me Ramën. Me Sali Berisha, pra që atëherë është bërë? Ujësiasi, okej. Ata, Po se mbylli baba. vazhdo. Ta mbylli baba një herë edhe E pa që të më abet. po. Që ujtë u bon pagesa, janë bo këtë fontet dhe nuk u bon. Nuk u bon. Nuk u bon pra ujtë. Rruga është marrë disa herë parasysh, disa herë. Nuk ka bo kur. Jo, do i themi edhe të djathët që kanë Të premtuar. lutem. Kana që tu i mora me emna, për të thamë me emna ka dush, kana që tu në kohën e fushatave. Po. Dhe këtë kohë fushatash, ka rrit, në më thënë një beqa, ako një e Partisë Social-Demokrata, ku ja konë kjo, ka dhe më ka thonë mu, thë që e bjesh ashtë e mirë, po, tha, ka me ta pun teleferikin, për bjesh ke me ta pun këto, për bjallafin tash, që më kanë premtu ka Ju shumë. premtimin e pasë në nivel teleferiku, jo nivel rruga duhet ishte to. Edhe teleferikin se le, ma rruga nuk më bëhat fjallë. Mirë boll. Tjetra, tu kanë ardhur disa që nuk përmenen sa kanë ardhur. Po që vinë këta? Këta vinë me Foristrada. E pa ve rrugën ti? Po. Vinë me Foristrada, vëlla, vinë të po se e dinë se qësh është kja. Pa nuk i vjetur pa ti që vjenë me Foristrada tu, edhe shë rrugën, edhe jep premtim ku s'ban ku gja. Po ati si vjen turp, se ti as ti se ke ka për gjakete herë në dytë i Jo. thush hajde zotri po. Jo, se kam Shiko kap. si është rruga. Ashtë e vërtet. Shiko si është rruga. Të lumë. Si thot populli plaçin syt, shive si është rruga. Ashtë te për vërtet, zotri. Tashi, edhe pak, ka mësi, e përfundova nëse du me në rrugë. Po. Që kjo fush që e shefti këtu, që këtu sa kush gjatë deri në këtë kush ku janë këta zotrit, ka qenë e punune. Dhe që kjo fush në kohën e partisë punës, së jam socialist, me kupta drejt, po në kohën e partisë punës kanë qenë përgjes ljame që të ke lama që të në qenë. Dhe nuk kena pas thas me mush grunin së bake këtu, po e kam fut në rifugjo, Skoda rifugjo. Bereqeti madh. Qaq bereqet ka pas këtë vend. Po tokë bukura më këto janë të si Po zvita. sot, se ketë mirë dhe as bashkë, se unë kam mirë të shpija, unë bashkë. Duke qenë kështu, Po pse më ba, pse nuk mbillet më? po S'ka më interes. s'ka interes. Ka nik njerëzit. Jo, s'keni ku ta çoni. Jo të lutës, se cili ka tokën, jo, një minut, një minut. Derisa s'ka rrugë, Do vim tek e, do vim tek. derisa s'ka rrugë, derisa s'ka ujë, derisa s'ka ujë që kanali kështë. Apo kanali? Ai liçeni. A liçeni e të në Po. e bjenë që tu e që ndërë një këtë kush, si pas, Me letra. me letra. Po kshu a shkon? Jo. Tashi, duke qenë këtë ka me qështu kjo. Jo që s'ka njëz të të zotë se ta i burri botë, se e përvenisht e shtë dhaj, e kanë mos e cili tokën e vetë. E donë me pas garantu me këta, e mjeli nuk e në që është në livadë, pa jem të elan për i zuhuri. Edhe këtë në liket kuq, unë jam qaj që e di mirë, që ki ujë që ti rezervore që është që ti liqeni që do, ka shku në liket kuq. Kush e man men të që aman e men në jo të liket kuq. Ka shku në liket kuq, jam konë vetën në prezent, aty ku ka shku ujtë me një guru ujtë në liket kuq. Një kode që edhe në fund të ati katumi. Edhe sot nuk kam ujtë këtu në hyrë jonë. Jo më atje, në destinacion. Nuk diskutohet e, ati zban fjallë. S'ka kanal? Janë prish këtë, po. Edhe, Po ai tubi i madh, ai tubi i hekurit. Për këtë ka qenë? qaj ka qenë? Pra, ai tubi ka qenë tubacioni i vaditjes. E kemi filmuar prandaj. Po. Zvjen më mbyllet. Ja, sot, ja. E kuptoj. E qartë. E kuptoj. Atëre, duke qenë këto arsye, që janë rruga, ujtë, mos organizimi, edhe kamet këto kështu batalë.
ku ka dalën me hoxha në qaftë toblit, a di qafën e toblit për të që ti? Aty ku ishte shkruajtur fshati Tobrit. Edhe ne e ka ardhur ja. Edhe ne e ka. Po ka ardhur këtu. Edhe ku ka dalë qaftë toblit, ka thënë kush është ky? Hasi, normalisht për herë të parë. Hasi. Po, pse Hasi? Po Hasi ka thënë, jo nuk ka Hasi ky. Ky është muzikëja e dytë. Se ka pa fushën, më kuptat në qaftë toblit. E po na shkojtë këtë mohabet. Pra, ne nuk kemi zot. Nuk kemi njeri. Nuk na nimon kush fare. Me të mënyrë na kanë qoshet vendit, se që aty kufini që me Kosovën, në kupton të ekina. Edhe s'ka marrë vesh kush në e kur. Edhe në atë kohë, shumë pak. Edhe sot, hiq. Ne nuk na nje kush se jemi njerëz. Ne jemi tamam si kafshë që mbyll me një deshëm. As një na parti. Nuk kam punë me partit fare. As nuk e du hiq me analizoni. As një na parti, tu nuk ka ndiku. Unë habita edhe në popull, se këtë popull në gja, populli e Shkope ka pasan një, e din ti se kush ka thënë një shkrimtar sovjetik, populli e Shkope edhe dok shajt. Sot qyteti porë se dhe një laftë shumë të mirë, që sa vetë janë të, nuk i ne që kaq, i ne shumë ma shumë se që kaq sa jemi sot. Po, nuk dalin, se në mësumë, në kam mësumë vetë, fal pak aty, janë të folën pak. Në kam mësumë të në hanë, dhe shht. Ama kuptën më betin, shu ishte. Pra ne nuk flasim, pra ne nuk flasim, pra ne nuk dalim, për shtatot ne me dalë të votimet ma. Ku jam të janë votën? Ku jam votën? Kështu që ne jemi lag realitetit. Më kuptove? Faleminderit, bab. Faleminderit. Atëra, Ja, ullu mos mu largo. Okej. atëra faleminderit për prezencën tuaj. Faleminderit Elias tuaj, Paqja, banori i fshati. Ne, Komplimentet më maksimale për fshatin. po, Edhe ata që na shohin, tënë si në ato poemat e Naimit, që flet për livadhe, për... Ha? Vetëm se livadhe pa fund nuk shoh, as i dele as i lop këtu. Që këtu do duhet ishin kopet pa fund. atëra, zotë gazetare, Shqyr problemi, zoti po pati, po mua nuk po më shet syri. 50 dele kam pa rrugës, një nga 3-4 lop. Ka shumë, ha? Një shqyr. atëra, Super. vazhdojmë. Zotë gazetar, Po. pra që edhe njerë ju uroj mirë se ardhem, kënaqësi për ne, që Faleminderit ndodheni sot me sin tonë. Unë jam banori i fshatit, kam 67 vjetë tash më, dhe e njoh mirë këtë fshat. Kam qenë edhe drejtues. Por ky fshat sot nuk po kërkon në komoditet, nuk po kërkon në që të bëjnë jetë luksi, ka kërku në vazhdimsi që të përmirësohet jeta sa do pak që të jetë mundshme. Mundësit janë kanë shumëta. Aja që do të ta theksojmë, është e njëjta rrugë që është ndërtu që në 65. S'ka lujt vendit. Nuk ka lujt vendit, ja. E para. E dyta, këtu ka qenë ishtë nërmori bujqësore dikur, gumëzhonte nga gjallëria, nga aktiviteti, gjitha llojet. Keni pas dhe shtëpi kulture, kinema. Këtu i kena pas gjitha ka institucionet kanë qenë këtu. Si rezultati lëvizjeve dhe ardhjeve të procesit demokratike, lëvizën gjanat, po lëvizën në mënyrë ekstreme. Në sajet premtimeve që ne do ta bëjmë më mirë, do të jetonim më mirë, dhe po çdo forcë politike që erdhë, të gjitha premtimet kanë qenë të bujshme, përfundimi ka qenë zero. Për të mos thonë minus zero, se ka qenë diku të ishte nota mjaftueshme kalusa 5. Tash na kena që zero notë kaluse, ne kena 9-0. E kuptoj. Çfarë mban mend ti në këto 34 viteve? Po. Përveç rrugës që erdhëm. Këtu. Rruga kryesore e Hasit Po. që është asfaltuar. Përveç asaj, nga momenti që kthehemi në rrugën e Fajzave. çfarë guri është vënë nga të gjitha qeverit? Po. Atëra, unë të thashë njerë, këtu ka qenë qenë komune. Po. Ka qenë komune, ka qenë qenë institucion. Jo qenë administrativ, po institucion. Ka qenë, Po. ka qenë institucion shteti. Dhe asnjë nga këta, asnjë nga forcat politike që kanë ardhur kanë bërë fushatën, premtimet tash kanë qenë bujshme, dhe asnjë gurë më tepër se sa i ke parë. Lëvizja në këtë rrugë nuk është shumë.
kanë pretendu me vunë zhavar, gjaja, edhe ka qenë një zhavar i cilësisë, te për dobë, edhe zhavarin këtë rrugë, tashmë nuk banë. Këtë rrugë. Është shpërtar shumë kesh, se unë jam fanatik i majt, e din gjithë shosë nuk ashtë me majt, pik. Rruga s'ka emër. Po, rruga s'ka emër. As rruga, as ujë, as energjia elektrike. Mu më intereson rruga, më intereson energjia elektrike, më intereson ujtë e pishëm, arsimi, shnetësia, këto më interesojnë, se nuk po i kërkojmë në gjënë luksozi. Atëherë ti fillojmë mbar. Qendër shëndetësore kishit, pam një zonjë që u fut. Po. Keni. Funksionon. Aja funksionon. Shumë bukur. Një e kemi. Po. Shkollë të mesme e keni më? Jo. Ngele pa shkollë të mesme. Okej. Ajo që keni ju aty çfarë shkollë është? Është 9 vjeçare. 9 vjeçare. Kanë mbetë më nxënës aty brenda? Kanë mbetë rreth 60 nxënës. 60, apo mirë boll, me 60 mbahet hapur. Se është halli madh me të mbyll shkolla ai. Shumë e vërtetë. Okej. Pra, në 35 vjet na kena njoft, do të thotë kushte po të kena njoft regres, jo progres. Kena njoft regres. Linjat elektrike të kujt po? Linjat elektrike falen vërhojs. Se qëto izolator, qëto tela, qëto shtylla. Pra të 70-s. Edhe pa 70-s, ato se po të kish met për këto që elektrifikimi. Elektrifikimi. Okej. Dalim të ujësillësi. Ujësillësi pothuajse nuk ka funksionu, ose banorët e këtij fshati pagujnë 7.000 lekë muaj Për ujë. për ujë. Ndërkohë që ujit vjen 20 minuta, 10 minuta në ditë. Zvehish. E çfarë bëni ju? Si ja bëni pastaj për pjesën tjetër? Po çfarë bën, na rrofshin krahët. Si a ke vu me në kanë zgjat krahët të bëjt bidonet. Në kanë zgjat krahët që të bëjt Me bidonet. të mbushme, akoma si që moti. Po iku. Shkoni me në një burim, ka në një burim? Po shka bëjnë për larg burimet, po do të më shu se pagu nuk ban. Sa larg janë? Po këte i poshtë kena në 1 kilometër, këte e kena një 5-6 kilometër. Sipër, edhe kuptot vështirësia rrugës. Këtu kanë ardhur titullar, që po ja filloj të këta që jam unë simpatizant i tyne. Kanë ardhur të në Amigdokle, të kryeministit që është aktual sot, që ka qenë para viteve 2013-2011. Ku ka qenë opozit? Ka qenë kryetar partie në Po, opozit. Dhe ka qenë pothuajse shumë keq këto gërmall. Nuk kishin bombardu avionët e natës, por kishin bombardu politika. Ne kuptoj. Po ashtu, da. Dhe na pat premtu që po të vinë pushtetë, ku të vinë pushteton, këtë fshat do t'i bënin në shim rrënësor. I boni 13 vjetë. Ashtu, da. Në Amigdokle. Këtu erdhin Amigdokle, ka ardhur Pandili Majka. Me Mikoveli. Ilir Besja, nëse ku keni ka shkuën thladaj, po unë personalisht, që është mendimi jam shumë i pakënaqur nga gjitha qeveritë. Po më i pakënaqur nga kjo që unë e kam votu vetë. Jam më i pakënaqur nga kësaj sepse në fond ne kemi besu, të paktën ne që kemi dhënë votën, kena besu që vërtet po të vinë Dirama. Këtu në pushtet do të bëhet diçka për mua, as më tepër që e kish vizitu. Dirama ka harru Vojzën, nështë si Vojzën shumë të tjera, dhe për banorët e përmbytjes është i vetmi kryeministër, që për banorët e përmbytjes një ka zonë emrin. Për 3-14 vjetë që pëjturët është që kërkan më marru mandatin e 4, të gjëra jashtë zakonshme, dhe nuk e ka zonë emrin. As Vojzës, as përmbytjes, banorët përmbytjes që cilë u ka bëjë që a i dhe centrale atje Lamboris këtë Shqipërinë. E janë 100 miliona metër kub ujë mbi tokën te me shumë dhe këtu. E je pa tokë ti tani? Ti që ke njësoj si Çinemak surroj ande, se dhe ata kishin... Dërsa, po ti kem bëjë që Dirama, po ti kem bëjë, se kësaj thënë pushtetit fortit. Sot ne sot po përjetojmë një pushtet fortit, jo pushtet demokratik. Do t'jemi shumë sinqerë që e flasë gjëna përgjithësi. E kuptoj. Sot po përjetojmë një pushtet fortit, jam unë, dhe qatë duan dhe të bëhet. Nuk po përjetojmë një pushtet demokratik, cilën ky popull e ka nru dhe vazhdon të nrojë, pavarësisht se jashtë, ne? Dhe ne sot, ne duam, nuk i kërkojmë, nuk i mdarë me na probuk, për na bëjnë investimet, na bëjnë rrugë. Okej, me që e ke kryetarin e partisë tënde, ktheu nga kamera atje dhe thuaj direkt, zoti Rama dua 1, 2, 3. Zoti Rama, unë si antar i Partisë Socialiste dhe fanatik në dhënien e votës, unë kërkoj që rruga Fonza Sefol e ke harru ku ndonë se vetë ke qenë për vizitë këto. Dhe asnjëherë nuk i ngranu për
rritjen mirëqenies të këtij komuniteti. Ne duam që ky fshat të vaditet, mbasi u mbledh si ka, të vaditet, kërkojmë që kjo rrugë jo thjesht të rehabilitohet, po të asfaltohet sepse plotëson gjitha kushtet. Kushte për rrugën ekzistuese që sot, unë nuk atë më shërby taksa ime. Kam 15 vjet, 16 vjet që paguaj taksë. Qarkullimin të nofta, taksë në sportel, dhe unë nuk ka shërby. Një taksë nuk më shërbjem se të paguaj. Apo nga që pushteti e të forti. Nuk ka shërby. Sa makina janë këto që paguajnë taksa? Unë po të bëj një llogari 10 milion, kam që i kam bërë llogari 10 milion kam pagu taksa e taksë qarkullimit që ige. 10 milion për makinë. 10 milion kam paguar për 15 vjet. Për makinë. Sa makina janë këto? Sa herë do t'i shbon kjo rrugë? Me lekët tuaja. Po me lekët to. Pa i futur shtetit dorën që. Vetëm na shërbejë taksa jonë, ne kjo rrugë do të ishte e rehabilituar. Ne s'ta ka shërby taksa tona, ne s'ta ka shërby vota jonë. Ne nuk na kanë shërby asnjë gjë në këtë vend. Dhe prandaj ky popull sot, ky komunitet vun për rrugë, për ujë pishëm, për ujë vadicë. Dhe ne këtë i kërkojmë në për gjë më tepër, dhe i them zotit Rama, zoti kryeminist, vendorën bën diçka. Ky komunitet është i lodhur. Faleminderit. Të nderuar miq, do kemi vetëm një ndërprerje të shkurtër publicitare. Siç e shikoni, unë jam me banor të fshatit Fajz, po janë dhe banor të fshatrave të tjerë. Kalojnë të gjithë në të njëjtën rrugë, kanë të njëjtin hall. Rrugu i drita, kërkesat e 90-s. Menjëherë pas publicitetit. Miqtë e mi, rikthehem në fshatin Fajz, ku ndodhe me banorët e këtij fshati, por dhe të fshatrave të tjerë që preken nga një rrugë që vetëm emrin ka rrugë. Sepse është kaldrëm total dhe mundet që me makinat vogla të lini sodokartin në rrugë, në çdo moment. Tani kjo rrugë nuk është shtruar në 35 vite. Ne e shohim se po të kishte pas një gjurmë asfalti, do thonin po e pam një gjurmë. Të vetëm një gjë që pam në rrugë ishte një zotëri me një lopatë që mbushte ca gropa. Edhe një fjalë për bashkinë tonë. Si të quajnë vëlla? Sadik Poça. Po, Sadik. Fshati Fajza, 43 vjeç. Me çfarë merret? Si e ndërton jetën? Jetën e ndërtoj me bujqësi. Me bujqësi. Blegtëri, bujqësi. Sa deleke? Sa kështu? Kam afër 250 copë. Paske mirë. Paske super. Merr në një subvencion paktën? Subvencionet janë veç sa për formë. Sa ka vajt për dele? Si vjet në stadione kanë po 15 se 12 ka qenë. 12 me ndash me kosta ajo pastaj. Po edhe ato e dashin për gjys, edhe deri më rrishëm finale me pak fjala si gjë. I ke marrë lekët për këtë vit? Jo, akoma. S'kena aplikuar larg për këtë vit. S'kemi aplikuar, okay. Të stjapin. Tani, ta hiqim një paralele, sa afër e kemi kufirin. Sa e ka Kosova? Kosova e ka 100 herë më shtajt se ne. Sa e ka? 470 euro ka për një lop Kosova. Po për dele? Për dele ka 30 euro. Ne kemi pasi 100.000 lekë për lop, po, e 12.000 lekë për dele, Ai që kemi në rregull. 17 vite shtet, ka këto të ardhura. 20 kilometra kufin për këto është. Ne të kuptojnë edhe ata që s'kemi gjë me Kosovë, ne lumturohemi që Kosova e ka lartë. Ne duam standard për veten tonë. Kemi fatin që kemi Kosovën në afër. Kemi fat. Pse e ke? Fat e kemi se në aftë 500 lekë litër më lirë kemi këtu. Atje shkonin në Kosovë? Po, fjalë. Me çam e mo, me çam mos anë 500, me çam punohet kjo. Me no. Me çam mo doktoria, me no. Në dogana që nuk lajnë me marrë të kilin naftë. Vjen jati atje e merr me 500 lekë litrën, e shëtisin në për ditë, krejt Evropën, ne e marrëm me 2000 lekë litrën për me punuar, për me mbijetu. Qa do me thënë kjo që nafta për jahtet është pa taks, nafta për makina dhe shpe taks. Po pa tjetër, po pa diskutim fare. Pa diskutim fare. Sepse nga ato jahtet, ekonomia jonë fiton. Do të heqim nga karburanti për prodhim bujqësor, akcizën, do të heqim nga karburanti për prodhim bujqësor taksën e qarkullimit, do të heqim nga karburanti për prodhim bujqësor dhe taksën e karbonit.
do të ulim gjysmë për gjysmë mesatarisht çmimin e karburantit për fermerët. Bashkia nuk ka çaba bashkia, se bashkia një bashki që kemi ne ka një skavator, ka një fadrom, 2 kamiona. Janë 60 fshatra. Qa ban bashkia? Ka ardhur ndonjëherë këtu Ka bashkia? ardhur burr, po bashkia Ka çaj ban, nuk Unë ne pam një banor me një lopatë në të gropat. Aja nuk ka buldozer. Aja punëtor krau, aja nuk ka qa ban, aja për ditë del. Ai që mbush ato Për gropa. ditë del e po Çfarë do bëjmë i lopata ai? Po s'ka, nuk ka buldozer ai. O nuk material nuk mund të del më kanë njëri i ndërgjegjshëm. Unë më kanë vend aty nuk mund, nuk kapet. S'kapet me çakull me. Domethënë ai personi mbulon 11 kilometra. 3 kilometra. 3 kilometra i mbulon ai zotëria. Ja, nuk e vëllon. tjetër 7 kilometra për një keq kush. Nuk ka çat bëj bashkia. Kjo rrugë nuk është vetëm për fshatin Paça, kjo lidh E marr vesh, i qenë në Kuç, ku kemi pyetën e kuptoj. Tani, i cili është aha, i veçantë në gjithë vendet mesdhetare. ky pylli. Po, ky pylli. Ata din gjithë, po nuk e di se përmendi askush. Se mos e kanë vënë ke paketa e maleve mo. Po nuk e di. Apo zhvimi. Ndoshta Se këto zonat e bukura ata më thon. se po i hyn nartës ata, pyllit të nartës po i hyn Për ti ka ata. që e kemi. Mbajni fort. Është një veçori në gjithë vendet mesdhetare, i cili është në lartësinë mbydetare 400 metra. Edhe tash duhet i jepet prioritet fshatrave, siç është Fajza për shembull, se ne kemi 100 hektar, 100 më sa mirë hektar që lidhen domethënë nga rruga kryesore deri në fshatin Liçe Kuq. Të punueshëm. Punueshme, gjithë Si këto lëndinat e bukura. Mos flasim për ujë që janë harxhu nga partia punës. E vërhoqën miliarda lek për janë investuar në ujëmbledhësat e zonës. Në atë kohë. Po, kemi 3 rezervuar që mund ta vadisin. Një kam parë unë këtu që Një është të Vranisit, një të Fullt, dhe kemi edhe një këtu që ka miliona metër kub ujë. ky këtu. Po është i vepër, domethënë, nga Do ta ngrem gjithë dronin rezervuar pastaj në fund që ka hasi, mund të jetë i dyti, nga madhësia. E kuptoj. Edhe nga volumi që ka. Po janë prish tubacione, janë prish rrugë, janë prish asnjë gjë që ka me këtij populli. Këta gjithë ne mundohem me punurin e baktinë e gjone sen. Nafta është shtrenjtë, si tha Sadiku, jemi me fat që jemi Kosovë naftë, po dhe atje ndogana nuk kalem kalu naftë. Do të më ble 10 sa skronë më mshe 2 bidona naftë. E kuptoj. Edhe ato me vëmë të gjithë kthejnë mrapa, kështu që ne kanë mbyll rrugë gjitha. Ne kuptoj. Po. E tashi subvencion merrni për tokën. Asnjë gjë është ç'a subvencioni, asnjë gjë. Po gjithë to sipërfaqe toke. Sipërfaqe Se okej që janë pa punuar, po ideja është po të punohet, a marrin nëse punon. Po duhet me pas me kontratë ose me dokumenta. Po, duhet me pas dokumenta. Për dokumenta nuk kemi sepse s'jep dokumenta ky shtet. Si keni akoma me AMTP i keni me aktin e marrjes tokës përmësi? Me Këta, AMTP. po thuj se nuk figurojnë fare se era pronar, na një pjesë. Vetëm që ai keni- pa në sasi me sasira të vogla, këta kena bërë nga kushlliki për me marrë një social. Pra tapi prone jo. Tapi shtëpia keni? Të paktën ai keni. Po s'ka më ta pjesë, ka harru ky shtet këtë popullsi o burr. Ky ka qenë qytet ka qenë, i kena pas 700 zanë që ka pas në ditë. Pa lere shkollën e natë, që kanë qenë të kuadrum 300-400 vetë. E kuptoj. Kështu që mundësit na kanë rënë zero, nuk e di, kena me të muqu kretë me marë trasar shpinë dhe me ikë këti veni. Po si mund t'iket nga ky vend i bukur? Po, Unë do të pyesja a ka bujtim? A ka Unë jam që bujtim? 30 vjet në Greqi, edhe jam mundu me marrë edhe këtu edhe atje nga që mbyllimet veni. Gjithë udhimet, ky vend sa është vend produktiv, është vend. Sa herë vi në fshat, unë i rikthem të njëjtës pyetje. A ka bujtin? Bujtin. Sepse dikush më tha s'ka. Kjo është pikturë këtu. Po është pikturë bu për s'ka rrugë ku ka më shku. Pra s'ka rrugë. Nuk vje kush me prish makinën këtu. Kryeministri shkon ku alidim të lyp në makinat tore që ecin ka 5-6 kilometra në qakull, në gropa, e lyp në njëjtin nivel me një qytetar në Tiranë, Kuks, kudo që. E kuptoj. Po Pra kur patjetër energjia elektrike nuk i takon i dirat me marrë nga Fajza asnjë cent. Asnjë cent se gjithë 100 lymi ka gjyshjem vetën atje. Miliona metër kub ujë shiten 3 herë në vit, 3 herë. Ujë e thjerëzës shitet në Koman
Valdesa dhe në Fierës. Pra po thua që do ta kishit falas paktën Falas, jo falas, por ne do të më la dhonë në qira. Çfarë falas? Çfarë harxojmë na? 10-15 lekë në muaj harxojmë na. Ditë me la qira për tokën. E kuptoj. Toka duhet të shpërblehet si gjithkund botë. Nuk ndërtohet rrugë, nuk bëhet as i Ju vepër. s'keni marrë as i lek As i cent, hiç, as i cent. As në atë kohë, as në kohë? As në atë kohë, as këtë kohë. Po kur u solli këtu, nuk u dha tokë këtu? Nuk u shpërbleu me tokë? Ka qenë Apo ka qenë sistem komunist, po? Sistem komunist, s'ka pas prora. Kur erdhi As një lojë as tentu një herë në kohën e Berish, janë bërë ca protesta në Kuks, janë bërë janë rregullu ca njerëz na përçan, na sundun edhe iku kjo punë. Na kanë lënë në tjetër pa mund, na kanë as i gjon, as i cet nuk e kanë dhënë. E kuptoj. Edhe dritën më shku me këqyr transformatori i fajzës është ai ka 50 vjet. Edhe kabinë më shku me këqyr nuk e di ka rehabilituar ndonjë. Ka qenë po ka ndajë për para. Ka qenë pa kulm, pa derë. Domethënë një burim rrezik i jashtëzakonshëm për gjithë, për kalamaj, për pleqe, për braktinë. Është realitet kjo. Faleminderit. Faleminderit. Kështu që inshallah Zoti vë dorën këta njerëz, sepse fshati fazës lidh. Shpresat në Zot na kanë mbetur. Zot na kanë mbetur, dita e pushit. Edhe kena fshati fazës lidh gjysmën e Sefollit, dasht këtu lidhë Likeni kush, edhe për Likeni kush do të folë, por janë i bën 9 kilometra rrugë për çdo ditë, bin fëmijë në shkollë, i marrin ushqime, gjona, shërbime shëndetësore spitalore. 9 kilometra rrugë. Po ndimër kur bie borë? Kur bie borë, katastrofë. Mesim është me këto ndikime klimatike, nuk e na ka shumë borë, po me bë marra borë këta marrum. Janë të izoluar. Marrum janë. Veç me shku me helikopter se s'ka rrugë tjetër. E kuptoj. Faleminderit. Kështu që faleminderit edhe për ju se keni ardhur na keni intervistu. Kjo punë ban mua. Ne do vim prapë nëse kryeministri më ka dhënë se këtë punë. Nëse nuk po si. I ka dal. Naomi kësaj pune. Faleminderit. Mirë se keni ardhur, çuam në dar paça. Kënaqësi. Ne kemi shqetësim për punë të rrugës. Për këtë arsye keni ardhur. Po. Shikojmë sy këto. Këtë janë prind ton. Po kemi shumë mungesë gjithë për këtu. Çapo na kshy. Soni kam vllaznit jashtë. Ai ka fëmijë jashtë. Ashtë një e padrejtë që na bone veç shkak i kësaj rrugë. Ne kena mundësi me bëjë shumë më shumë si kaq. Si ai si Rengubet, si unë si kam najtë, si ky që punohet me blikëtori me çdo gjë, secili kena marrë drejtimin e vet për jetën. Po. Shkaku kryesor është se këtu na ndikom drejt për drejt me rrugën. Është një diçka se këtu më kanë me qenë rruga këtu kena investojon, kena një kryesisht tonë, shtën bletërinaj, më kthehen vllaznit mu, kjo rrën Gjermani, kthehet e investon këto. Por një bujtin me dru, Po si ajo po me gjitha e gjithë. Ne kemi tokat poshtë, kemi shok tonë që jetojnë poshtë. Avend strategjik me ra poshtë është liçeni mu bën një bujtin, një natyrë që kanë fshati këto poshtë. Pra, të vjen rruga. Ka këtu. Po mirë, ka gjitha. Po na kur dalim në qytet, nuk e merr mallë më art të shtëpia jon për rrugë sot burr. Këto është e gjitha, rruga, 7 kilometra rrugë. I nat hotel. 3 kemi ne, 7 e kanë këto. Vujtën e kësaj rrugë, si urë ndërtu kjo, si mos ndërtu kjo, ne prapë kena problemin, se kemi tokat poshtë. Ne na intereson. Këtë gjithë të folli 9 kilometra gjithë. Su për një muj mos me vjedh ky shtet. Ha, një muj mos me vjedh. Po, një muj, në ky shtet. Në qark, në qark tonin. Po, ne, në qark, një muj mos vjedhe, ne na shtojnë rrugën, ne një mojnë shumë. Ne kena drejt për drejt ndikimin rrugën. Ujt i bishëm, 1 milion e se di sa s'kam qenë këtu. A bon, po, është bërë investimi. a bon investimi, janë krejt në për shtëpia, po a prish një ditë s'ka ardhuj, një ditë se këtë vinke. As për rruja. Pra, këto vinë për shtetarë, si mas jefi, këto nuk ka punë që atë ndiku kush partia, s'partia, këto të ndikojnë kratë të tu. Që të punësht jetosh, Partit na bën rrugë, rritin fëmijëne në këtë vend. Po këto mas pari rrugë nuk e. Ne, kretë shpenzimit, kursimit e vitit që i bajmë, ne i shpenzojmë me makina. Me çdo gjë ndikim kretë drejt për drejt se rrugë.
Pra, këtu me një fjalë ta mbyllim se s'kena në gjatë Nuk shas. kanë Për kanë këtë vështirë. nuk ka çat bëj bashkia. Bashkia çka me pro çakën me çak goma. Ju Me pro doni çakën asfalt. me lodh një punëtor, dy punëtor sa kemi në këtë rrugë. Thjesht e dojmë asfalt, është e nevojshme. Kanalizimet i ka, turbinat që kalon i ka, i plotësoj gjitha kushtet kjo. Bazamentet e ka. Është një diçka asfalt, ne kërkojmë drejt për drejt. Jo për partia për zë, s've i zanjeme në dirama, as kush do kohë atje. Do e kush do në zemët në animoje. Pa bëjmë edhe ne një jetë barabartë, minimale me gjithë tjerë. Pra ju falenderoj si keni ardhur. Inshallah mirë për ju, për ne, për gjithë. Përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit që keni ardhur. Faleminderit. Unë jam Albani Ibra nga fshati Liçekuq, kë plak aty. Kënaqësi. Kërkoj rrugën radh parë, rrugën e kena katastrofë, e kena 10 kilometra për i Sëfolli më rani këtë kuq. Çat tham tjetër, kena bujtina, dona me bë, po si E keni projekte të? Kena projekt gjithaj, kena. Kam një fermë të vogël 20 copa lop. Super. Po më pas rrugë i banjë 30 të tjera, po s'kemi rrugë. E kanë nga shteti që të na rreqin rrugën. Oj, vetëm rrugë dëre e Ore, mas ku e çojnë qumshin? Qumshin në zonë gjatë e shes, jo fali me leti, ç't bëj, ku e qu? Pra nuk ka pikë grumullimi? Në këtë hasin, nuk ka një pikë grumullimi. Pra nuk ka një baxho? Ja, absolutisht, absolutisht. Po si nuk u bë një baxho me gjithë Po, sa si këto bëhet, bakti? mbot. Jo, janë bëma Norvegia, kanë marrë shumë lek për si punë, po. Kështu që kemi Nga i pardi, ë? Nga ato fondet e fundit. i kemi ca ferma bukur të mëdha, po s'kemi rrugë. Pa rrugë s'kemi jetë. Kanë ikë gjitha fshatet kanë ikë vetëm për rrugës. Edhe kërkoj rrugë. Prandaj kanë mbet to toka kështu. Po, asnjë tjetër, Livadhe? vetëm rrugë kërkoj. Faleminderit që keni ardhur. Faleminderit ty. Çfarë do duhem mbështetje për blegtorinë? Se ke blegtori Blegtori Bazh më na bë. i baxho. Pikë grumullimi po, se nuk them të lipën me bë stallë, se stalli i bëjmë vetë, na. E kuptoj. Bagjën rrugën, asnjë tjetër. Kaq Nuk nuk lypim as mill me na pru, asnjë gjë. Lypim rrugën. Na. Po patëm rrugë jemi mret. Po s'patëm rrugë. Kanë ikë këtë fshati kanë ikë. Një këtë kuq 20 shtëpia, s'ka më. Se kanë qenë 200 shtëpia. e kuptoj. Njeh në infermer nga ana e Kosovës? Oh, shumë. Shumë, Shumë, me ikë truni ku të shohë atje rrugë. Bagja, mjetë, gjitha për kanë, stallat, modern, ju bështeti krejtë. Gjitha me Ne, po, subvencion. po, po. Traktora kanë duke. Unë e kam bërë rezervorin, tha bani letrat, i bona letrat, tha njerë nuk plotson kushtet. Harxova lek këtë me lek mia. Stallat po, gjitha, asnjë gjë për shtetit, asnjë gjë. Po këtë rrugën me nashtru, shkon mrekulli për ne. Aty te ty, Asnjë gjë afër ka vend për bujtim, domethënë Ka është. shumë vend, është vend fenomenal. Është liçeni, fshati jam është gadishëm. Okej. Është i rrethum 3 janë rrugë. Punca e rrugës, a? Po. Do shkojmë pastaj që ta filmojmë që ti dokumentojmë gjithë fjalët që. Patjetër. Faleminderit për ju. Faleminderit juve. Kënaqësi. Kënaqësi. Ja, pa të vesh fjalë, Po, bab. shkurt. Po bab, sa duash bab? Ne i kemi marrë në qafë minë. Jo, ba mos e thuaj ta. Të lutëm gjëmë. Ata për shkojnë në emigracion, po punojnë atje, kanë metë edhe pa martu. Sepse të punu atje, të na qupore ne me jetu këtë vend ka shkifter, edhe kanë metë shkretit pa martu, pa ndërtu jetën e tyre. Pra ata po sakrifikojnë për- Sakrifikojnë vetëm për ne. për ju. A kanë mend një jetë për të ardhur për të kthyer? A kanë dëshirë? A kanë shumë dëshirë, por nuk no. E kanë shumë dëshirë, por nuk no, se s'ka ku më shku. Pra nëse bëhet rruga, nëse bëhet uji, nëse bëhet energjia elektrike, dhe nëse liberalizohet mundësia për bujtina, ti po thua kthehet? Jo pa them kthehet, po kur të vish herën tjetër, ti masit bën çata që thotë zotëri, kur të vish herën tjetër, nuk i shet që kaq po është grumull çdo. Nuk e dojnë. Nuk e dojnë. Pra nuk kanë ikur për një jetë më të mirë, po kanë ikur se s'ka jetë fare. Ka i se s'ka jetë fare, ma më qanë mund djali lek për atje me veshët e pantallë që kam. Të lutëm shumë tash, shabat. Faleminderit bab. Faleminderit. Shpresa në Zot, e tha zotëria, kështu po them dhe unë. Ani çfarë? O, kemi djalën e ri këtu ne. Thot kryeministri ktheuni thot, investoni. Përshëndetje zoti gazetar. Përshëndetje. Quhem Shokol Sinani. Jam 42 vjeç. Jetesh net. Unë jetoj në emigrim. Çfarë vendi konkretisht? Jetoj në Gjermani. Gjermani. Po. Tash unë kam menuar mu kthy këtu. Po unë shikoj se s'ka asnjë lloj të ardhmë këtu vend. Ne po flasim për fshatin tonë këtu. Unë që jam bë me majt men, kjo rrugë është kështu. Pra ti që kur ke lind, Që ku kam e ma lind? men ashtu. Unë jam le rrit këtu.
Unë jam banori i Përmytjes. Ne po flasim për arterien kryesore të këtij fshati, që është rruga. Kjo vetëm rrugë nuk është. Emri ka rrugë si thë edhe ti, po rrugë nuk është. Problematika ka shumë ky fshat. Ne kemi shumë probleme si komunitet. Kemi shumë me ujë, me drita. 1.2 milioner është marrë fondi për ujësjellsin e Fajzës. Sot s'kemi ujë. 10 minuta. Ku ka shku? Janë vu tubat, janë vu posetat, ujë s'ka. Ku ngel ujti? Është marrë dorëzim. Është marrë ndërzim gjitha, ujë s'ka, vjen 10 minuta ujë, 10 minuta ujë, vetëm rrjedh ujë. Ai ujë nuk është. Pra, unë kam qenë me familje në Gjermani. Kam sjell familjen këtu. Prap tash po menoj ti ke prap. Ti marr kalamajt e ti ke në Gjermani prap. Se s'kam. Tani atje Kam bën shtëpinë këtu, po e kam bën kot. Atje në Gjermani ku jeton, e ke këtë natyrë, këtë As paraj? ka, nuk ndo. Pra jeton në një zonë urbane, Po. me shumë ndërtesa. Normal, po. Si në Tiranë me betonin. Po, si në Tiranë, po. Dhe ti do lësh këtë bukurinë, Nga zori, jo se duhen të alen, jo. Se edhe unë ka mundësi të vit të investoj e zamë shtu. Po së qatë, që ja ku? Nuk është rruga, nuk është ujti. Nuk janë shumë gjana si janë këtu, nuk funksionojnë. Po ne, gjë e ma kryesore që po kërkojnë, ma elementare, ma e thjesht, këtë e thjesht. Se kjo është turp. Kjo është turp në 2026 diskutohet rruga. Edhe pretendojmë ne të futëm në Europë. Thotaj, në 2030 futëm në Europë. nëse do ktheheshe, çka ke qef të bësh? Unë do të bëj, mund të bëjmë si shteti një bojtin, do të hapi diçka në agroturizëm, po blegëtori diçka. Edhe unë do të hap. Po ku të shkosh? Ja, ku të shkosh? Unë ka 2 javë që jam këtu nga Gjermania. Me zit pres iki prapër. Se çfarë të bësh këtu, ha? Thot kryeministri ne jemi Po s'po i kërkojmë punën, unë si du as punë fare. Nuk i du. Si nuk si kërkoj punë, as një lloj nime. Vetëm na bojnë rrugën. Gjithë këto fusha që i shefti kanë qenë gjithë nërvad. Ujë. Kanë qenë vadit, gjitha. U vinte ujë çdo Gjithë, parcelë. ja, ku është. Po çdo parcelë ka pasur ujë këtu. Po tani. Sot janë braktisme, janë të harrume. Ne kemi ngel në harrese. Jemi që 35 vjet, ne na kanë harru fare, komplet. Sigur si sfigurojmë me këtë shtet në fare. Kërkoja kryeministrit ball për ball. Sa i ka pjesën? Zoti kryeministër, ne banorët fshatit Fajza kërkojmë nga ti që të na rregullosh rrugën me asfalt. Jemi që 35 vite me këtë sistem rrugën e vetëm rrugën kërkojmë. Asfalt, ki qenë edhe vetë, e ke shiku, ki gjeni si është ke fshat, edhe ke premtu, edhe nuk e ke mbajt premtimin. Pra, ne kërkojmë si komunitet na shtrosh rrugën. Faleminderit. Qartë, pastër, pa gabime. Do flas kush tjetër apo ta mbyllim? Do flasësh? Nëse do të flasësh, jemi të hapur. Nëse do të flasësh, jemi të hapur. Unë jam si kryeplak i fshatit. O, knajtësi. Knajtësi si të quaj? Edhe fshati jon është problem për rrugën. Janë 3 kilometra rrugë, jo më, që e bëjmë që 35 vjet, e bëjmë Deri këtu në deri qendër. në qendër. Pra për fshatin tënd po flet, ëh, se deri poshtë është Është vjet. 7 tjetër. Po. Na kërkojmë vetëm rrugën, me asfalt, jo më qakull si e qetë sot e heket nesër. E merr ujë atë të E shkret. me rrujt, e pra. E kuptoj. Ne s'kena shathor një të gjanë, me mujtë me na rregullo mirë, është, si se rregullon shteti e ka dorë. E kuptoj. Tash nuk papakinë mund të qojmë një kush rrugën, po deri këtu 3 kilometra që se ne bojnë. Anjësi administrative kjo. Po, Fshati jon. pra ta sjellin deri në qendër të komunës thua ti. Po Minimalisht. mirë me shuat atje, po atje nash nuk e shojnë. Bile deri këtu me bos. Po, me 3 sjell këtu, kilometra. pastaj mas 2 vjetësh ta çojnë atje. Pra me copa. Mirë me shuat atje, po bile deri këtu. E kuptoj. Edhe ai fshat ka shumë nevojë për Ka këtë. nevojë. Arsye ashtu. O zotëri, Shumë kilometra më shkojnë, ja është 7 kilometra atje. Po më 7 kilometra, tani të lejnë 1 kilometër pa bërë atyre rrugëve të mëdha dhe ja të shtrojnë rrugët e fshatrave. Tash rruga jon ka mes Këkuj. Bashkia thotë e ka prefektura. Prefektura nuk merr vesh ne kemi met, ti e ke Si pa më rrugën. kjo, është e bashkisë kjo. O Prit, se më kujtove një gjë se nuk doja që ta humbja. Ore këtu, a ka ardhur fundi shqiptar i zhvillimit në 2012-2013, se ma tha një zotëri. po ka ardhur, di unë se unë kam çekë plak. Puna nuk pa. Po pse nuk u bë rruga? Kush e di atëre bab? Benet Deci? Ha, Benet Deci ka qenë
me fondin e zhvillimit kombëtar. Po. Edhe ka këtu na ka bënë një mbledhje atje, kemi qenë bashkët, edhe na ka bënë për ajo u bën si vendim kjo që mu bën kjo rrugë, ama tha kemi problem, unë jam konë këtë plakat, tha kemi problem me rrugën, tha më s'ka konflikte. Edhe rruga ka konflikte, rruga është nacionale. Unë shprehimisht, që ku i kam të shpital, se është antar plesia i me mu. I thash ti ku tjetë përmidis toks, teme me ra, përmidis toks dikuj tjetër me ra, përsi ti majon. A konë e vërteta kjo, përsi edhe tjetër ti majon. I thash ti konflikt nuk ka. A kuptan? Edhe në të ku që i thash në konflikt nuk ka, aja të të shëj, fondin e qëj tjetër konë edhe i kike. A, i qoj lekat nga jo Po në i ki vënd fondin shkej, fondi aja kanë që atash, aja me lujt tëp me parë atje në Vërnisht. I qoj lekët në Vërnisht? Po. Vërnisht Kuksit? Po në Vërnisht me qëtu. Vërnisht e kena ka thunë në Vërnisht. Si fshati jo. Si fshati. Edhe i qej atje dhe bon një lojt tëp, një fush sporti privat. E bon një privat e. Po. Lekët e rrugës tuaj u bën kalqeto? Po, kalqeto u bën. Edhe sot është e kalqeta, leqë ka dalesh punë, po. Nese ajo mbetet për hetim, pastaj po ju mbetet pa rrugë. Mbetet pa rrugë, ne. Oke. Kjo ishte Binel Besi që është kryeta bashkisë në Shkodër. Mirë. Zotëri mirë se këne orë. 20 U falenderoj. Fshate zona jonë, ka 25 shpi. Edhe vonë për rrugë të 35 vjetë. Janë 11 km rrugë nga asfalti, nga rruga kryesore deri në fshatin Liset Kokës. Që mbulohet e gjithë zona? Po, që mbulohet e gjithë zona mund të lidhen tërë fshatër. E kuptoj. Ne, e dyta. Kam punu në Angli 8 vjetë. Kam zet një shpi maja male, mund të thamë, me 30 km asfalt, ja ka se u asfalt. Sot këna në, 150 shpi mund banë 400 baneur. Edhe nuk egziston rrugë fare. Leo 4 milion vetë me prëmë fëmejnë shkodë gjithë. Kam makina. I paguan? Po, i pagu shërbim makinës. Makinës vetë, naftë. Naftë, goma, në këto rrugë të po, sop-sop. I pagu shtetit shqiptar i pagu 280.000 siguracion vetë për set makinë. Edhe asë një zënë. Tak cirkullej me naftë, këto nuk po i hion me një mërë atë se kalion 15 milion. Pra, majmë dhe zënë, vim rrëth me zërë. Nuk kërkoj zënë, asë një zënë për këti shtete. Kërkoj këto 11 km rrugë. Ose jam edhe me vlauzet, kam në Angli, nësër më bënë kjo rrugë, atër i këthajnë kërtë. Jam vetë i 4 vlau. Por, me këtë rrugë, thoi nuk vënë. Kam ardhën, se kam pas plesë, detyrë me i detyrë. Edhe për zotën, rruga katastrofë. Kam delë për 60 centim borën se të rrugë. E kam një makinë, e kam marrë në Angli vetë. Kam delë për 60 centim borën se të rrugë. Për zotën nuk ka hapë kura deshtë. Kena smut, kena jena familjar, kena loj, që s'ka jeta. Dhe ke qarë vetë me atë makinë, që nbetesh në borë, ti pastaj s'vine njeri ma. Normal, s'del ka asë një tjetër. Kena male, kena pija. Ashtë pila ahav, në geografi tërse në 78 meter mi nivelin e detet. Mandë rakord në Evropë. Ki vend për bujtina, ki vend për të në zonët, vend matë mi, unë kam kërku Anglinë, kam sen kërtë vendet po të thusht botës, unë nuk kam asë një pikë përse se vende jem është maj kesë. Kam investu, kam poneu, jam moneu. Nuk kërkoj asë një zemë për këti shtete. I pikuj mund të marrë më deko me i praua me i dëshqa. Uj kërkoj vetëm rrugët. Asë i zemë tjetër. Ju falem derët se kene arë. Respekt. Jam shumë i revoltium për këtë rrugë. Kam 15 vjetë se rrëhe ditë për ditë 2 herë në ditë. Faleminderit. Zoti kryeministër, një rrugë të kërkojnë. E hoqën dorë dhe nga ujë. Ani se ti ke bërë një investim, apo qeveria ka bërë një investim 1.2 milion euro e ujë s'kan. Pra po të kërkojnë vetëm një rrugë. Sa pak, në 35 vite demokraci, të gëzohesh për një rrugë. Për një rrugë që se kanë. Një rrugë që largon të rinjt, e nuk thehen më. E këtu kanë mbetur
një pjesë e mirë që janë të moshuar. Ata kanë mbetur se i kanë rrënjët e forta në këtë fshat e në gjithë zonën e Hasit, e në gjithë zonën e Kuksit, sepse janë shqiptarë, janë patriot, nuk duan ta lënë vendin e tyre, nuk duan tikin, duan të jetojnë në vendin e vet, për një rrugë. Ky ishte mesazhi miq nga Fajza. Ne të shkojmë kudo, pa përjashtim, kudo ku ka zëra, ku ka shqiptar, ku ka njerëz të ndershëm që punojnë fort, e duan që zëri i tyre të dëgjohet. Ndaj kemi dal nga zyrat e nga studiot ku llamburisin dritat, për qenë më të vërtet, më real, sepse kështu ne i vim ndim fshatit që sot po shpopullohet. Miq, emisioni Radhës do jetë premten tjetër, deri atëherë nga unë Erion Skëndaj, kalofshi sa më mirë.